Një pjesë e ekipit të Mirëmëngjesi Kosovë tashmë është në Ferizaj, në krye me kolegën tonë Ganën, e cila do zhvilloj një intervistë lidhur me ditët e kulturës. Ganën, nëse po na dëgjon, përshëndesim dhe ju kalojmë linjen. Delfina, mirëmëngjesi nga Ferizaj për ju në studio, mirëmëngjesi për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. Tani më jemi në Ferizaj ku po shënohen ditët e kulturës. Kam të ftuar Selim Aresi, zëdhënës i komunës së Ferizajt, i cili do të na njoftojë më gjerësisht rreth ditëve të kulturës në këtë komunë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në programin Mirëmëngjesi të RTK-s. Mirëmëngjesi dhe ju mirë se erdhët në komunën e Ferizajt, respektivisht me kompetencë mund të ta quaj në qytetin e kulturës. Faleminderit për pritjen. Faleminderit juaj. Ditët e kulturës vetë se kanë filluar dhe janë tradicionale në komunën e Ferizaj. Ndoshta e nisim pak nga fillimi i ditëve të kulturës, edhe pse janë disa aktivitete të cilat janë zhvilluar tashmë. Ditët e kulturës në komunën e Ferizajt fillojnë që nga fillimi i muajit qershor, respektivisht nga data 1, që është dita ndërkombëtare e fëmijëve. E keni pasur që në sheshin kryesor të Ferizajt kanë defiluar Policia e Republikës së Kosovës, pastaj edhe Forca e Sigurisë së Republikës së Kosovës, ka pasur një gamë të madhe të aktiviteteve, në cilin i falenderoj të gjithë institucionet pjesëmarrëse, ku fëmijët u ndonin jashtëzakonisht të kënaqur me gjithë atë aparaturë ta quaj edhe të policisë edhe të ushtrisë Kosovës, dhe kjo normalisht ishte e gëzueshme edhe për ne, sepse kur i sheh fëmijët që janë të gëzueshëm, normalisht është edhe një satisfaksion për komunën e Ferizajt. Pastaj kemi vazhduar me ditën e dytë, që është promovimi i librit edhe nga një e re e komunës së Ferizajt, dhe për të vazhduar dje me një ngjarje më të më pikante, siç është edhe kjo pjesa mbrapa nesh, domethënë është teatri i Ferizajt. Ka pasur një shfaqje sa i përket 150 vjetorit të Ferizajt, siç e dini ju vitin e kaluar vetëm e kemi pasur 150 vjetorin e komunës së Ferizajt, dhe dje ishte një shfaqje jashtëzakonshme sepse aty ngërthonte historinë e komunës së Ferizajt, si është ndërtuar komuna e Ferizajt prej pjesës perandorisë osmane, pastaj pjesës së Kurullës, siç e dini që është formuar edhe nga shteti francez, edhe u përmendën shumë domethënë edhe emërtimet e Ferizajt, që nuk ka qenë çdo herë Ferizaj, disa i kanë quajtur varësisht nga ndoshta mundesh me shkëput për publikun që kanë ndjek. Në fillim ka qenë Ferizovek, pastaj disa ju e dini kanë quajtur edhe Ferizovic, pastaj Ferizaj. Ka pasur rast që është quajtur edhe Tasjan nga fjala e franceze që do të thotë stacion. E deri tek domethënë kjo pjesa tjetër e okupimit nga shteti serb, që është ndruar komplet emërtimi dhe është marrur nga kisha e Shënoroshit, e cila është në Ferizaj dhe është quajtur Uroševac, dhe fatmirësisht tashmë dihet edhe emërtimi zyrtar është Ferizaj, dhe normalisht pastaj ka përfunduar edhe me sakrificën sublime të ushtrisë kombëtare të Kosovës, domethënë sidomos nga zona operative në Redimës, dhe ishte një shfaqje që u mirëprit jashtëzakonisht shumë nga qytetarët e Ferizajt, sepse ishte një numër i madh, dhe sot kemi edhe një edicion tjetër, domethënë një program tjetër, është festivali i fëmijëve, i cili është i 37 me radhë për komunën e Ferizajt, është nga ora 16, dhe shfrytëzoj rastin që përmes televizionit publik t'i ftoj të gjithë prindrit që t'i sjellin fëmijët e tyre dhe të shohin një festival të jashtëzakonshëm sa i përket këngës, dhe nesër do të vazhdojmë prapë me aktivitetet e tjera, siç është pjesa e koncerteve klasike, pastaj është koncertet e pianos dhe një gamë të tjera të aktiviteteve. Normalisht gjithmonë kemi fokus edhe pjesën e dokumentarëve që do të zhvillohen në teatrin e Ferizajt. Mirë po ngjarjet nuk do të ndodhen vetëm në teatrin e Ferizajt, kemi edhe shkollën e artit afër që është bërë, pastaj edhe galerinë e arteve, dhe të gjitha këto domethënë nga pjesa e teatrit, pjesa e muzikës, pjesa e koncerteve klasike e deri tek pjesa e galerive dhe dokumentarëve do zhvillohen deri me datën 12 qershor, ku 12 qershor do të jetë pika kryesore për komunën e Ferizajt, sepse është dhe dita e shirimit për komunën tonë, dhe normalisht do të fillohet me omazhe, siç e don rendi, tek pjesa e varrezave të dëshmorëve, për të vazhduar pastaj edhe me maratonën e Policisë së Republikës së Kosovës, që është organizuar tashmë disa vite për komunën e Ferizajt, që është një maraton ta quaj më shumë humanitare, sepse gjitha ajo pjesë e grumbulluar e parave do të shpërndahen së bashku me shoqatat humanitare, do të shpërndahen domethënë personave me nevoja të veçanta dhe familjarëve të cilët kanë nevojë. Është pothuajse një muaj i kushtuar ditëve të kulturës. Është e vështirë të organizohet çdo vit, ka mjaftueshëm
aktivitete, ta themi brum, kështu ta themi kështu për të krijuar gjitha këto aktivitete rreth kulturës. E dim që në vendin tonë gjithmonë kultura sikur është lënë jo shumë e rëndësishme, ndoshta her pas here edhe nuk është ndar buxheti mjaftueshëm për kulturën se është konsideruar si jo shumë e rëndësishme. E theksova në fillim të intervistës që komuna Ferizajt jo rastisht e thash që është është një epicentër e kulturës, sepse ju e dini që edhe festivalet jashtëzakonshme që janë në jo vetëm komunën e Ferizajt, por në të Republikën e Kosovës janë Ferizaj. Ju e dini që tash disa vite është pjesa e festivalit Kosovarja Këndon, që është mbajtur gjallë edhe kënga shqipe, edhe pjesa patriotike dhe gjitha, e duke vazhduar edhe me pjesën e festivalit të teatrave, e cila tashmë ka kaluar kufit jo vetëm të Ballkanit, por mund të them edhe të Evropës. Pastaj kemi edhe festivalin për film, që vetëm ka përfunduar dhe siç po e shihni është domethënë një pjesë e jashtëzakonshme e kulturës që zhvillohet dhe mbretëron në komunën e Ferizajt, dhe derisa erdh ju isha duke biseduar me pjesën teknike dhe pjesën drejtuese të teatrit të Ferizajt, sepse nga shfaqja e djeshme pastaj do duhet të largonin skenën dhe të vijë skena tjetër, dhe normalisht është një punë jashtëzakonshme që bëhet edhe nga stafi teknik, nga stafi drejtues i teatrit të Ferizajt, sepse fokusi kryesor është qytetari i Ferizajt, sepse qytetarët e Ferizajt goxha mirë din ta vlerësojnë edhe shfaqjet e mira, mirë po pse jo nganjëherë edhe kur shfaqjet kur ja huqin. E the që njëra nga do të ketë shumë dokumentarë që do të shfaqen, e kanë tematik të gjitha krijimin e qytetit të Ferizajt dhe zhvillimin e tij nëpër periudha të ndryshme, apo ka tematika të ndryshme? Jo, do të ketë tematika të ndryshme, sa i përket kësaj. Ne kemi edhe pjesën edhe tek pjesa e shkollës, se zadeja që do të ketë një dokumentar se si ka filluar kjo shkollë. Domethënë do të ketë kryesisht për Ferizajin, mirë po jo vetëm për ndërtimin apo krijimin e qytetit të Ferizajt, mirë po do të ketë gamë të tjera të aktiviteteve kulturore, sepse thashë njerë Ferizaj ka me çka krenohet ta quaj këtë pjesën e kulturës, pavarësisht që jemi qytet i ri, mirë po dorën zemër, kemi lënë shumë rapa të shtetit me nam më të madh dhe me vite më shumë. Eventet të tilla, organizimet të tilla, padyshim që duhet edhe akomodim për mysafirët, po besoj që është të rrit numri i vizitorëve këto ditë në qytetin e Ferizajt. E ka të lehtë Ferizaj të organizojë akomodim për vizitorë të pjesëmarrësit, apo e ka ende sfiduese çet pjesë? Edhe pjesa e gastronomisë komunën e Ferizajt dhe hotelerisë është goxha shumë është duke zhvilluar vazhdueshëm në komunën tonë. Ka shumë hoteleri që janë hapur, sepse kemi pasur mungesë të jashtëzakonshme sa i përket pikërisht kësaj problematike, dhe mirë po aq sa kemi, domethënë këtë pjesën e gastronomisë dhe hotelerisë po i absorbon të gjithë domethënë vizitorët e Ferizajt, mirë po shumica e vizitorëve janë nga Republikat Fqinje dhe vinë e vizitojnë Ferizajt dhe largohen prapë, siç e dini rasti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nuk është vetëm kur kemi ditë kulturës, mirë po është gjithmonë janë si vizitorë të komunës e Ferizajt, dhe normalisht gjithmonë i mirëpresim. Dhe tani më e dini ju që pjesa e mesit të qershorit, pastaj kemi edhe ardhin e bashkëdhetarëve të komunës e Ferizajt, ku shumë ferizajas, nëse s'gaboj dikun, Ferizaj pril për nga numri diasporës që ka bashkëdhetar jashtë, dhe normalisht pastaj edhe projektet e mbajlajmë në kohën e diasporës, siç është rasti i bashkimit të qytetit që do të hapet pikërisht në ardhin e diasporës, dhe shumë domethënë projektet e tjera në mënyrë që të shohin edhe ata punët e mira që bëhen për Ferizajt e konkretisht normalisht pastaj edhe për pjesën e tyre. Meqense përmendën një nga projektet që i pret diasporën kur të vinë dhe që do ta shijojnë ta them kështu në Ferizaj në vendlindjen e tyre, çka do të ketë gjatë verës? Keni planifikuar programe të ndryshme gjatë verës, korrik dhe gusht? Vazhdueshëm Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit mirën me këtë pjesën e organizimit të diasporës. Nuk përfundon në momentin kur përfundojnë ditët e kulturës. Ne do të kemi edhe ditë të tjera, domethënë ditët e Mërgatës që janë organizuar, edhe ditëve të tjera që do të ketë koncerte të larmishme në komunën e Ferizajt, sidomos në pjesën qendrore, prej pjesës prej pjesës tradicionale që ka Ferizaj deri tek pjesa më moderne që normalisht është më e akceptuar nga të rinjët, do të ketë domethënë kësi lloj domethënë festivale ta quaj, apo organizime të tilla. Ju keni parë tek pjesa e sheshit të ri të Ferizaj që ka pasur pothuajse gjatë të ditëve të verës ka pasur aktivitete dhe janë ndarë jashtëzakonisht kënaqur rinia e Ferizaj, mirë po gjithmonë thiksi veçantë ka qenë diaspora, dhe diaspora gjithmonë është e kënaqur me Ferizajin, dhe po shpresojmë shumë këtë vit të kenë të mirëseardhë dhe të kalojnë ditët sa më të mira. E përmendëm bëri përshtypje që
aktivitetet janë të shpërndara në disa zona, edhe qyteti Ferizaj, si çdo qytet tjetër, po rritet me një dinamik shumë të shpejt, po arrini, keni gjithmonë në plan që t'i përfshini të gjitha zonat, edhe këto lagjet e reja, nëse mund të them kështu, të cilat po krijohen në qytet? Me sa po kemi mundësi po, sepse e theksut shumë mirë që Ferizaj çdo ditë po rritet, dhe nuk po rritet me një ta quaj me një normalitet, mirë po ardhe kohë të jashtëzakonshme, jo vetëm nga rrethina e Ferizajt, nga regioni 05, mirë po kemi qytetarë që vinë jetojnë edhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Kemi rastin e shumë, domethënë qytetarët e Shkupit që kanë ardhur në Ferizaj të jetojnë, pastaj edhe nga ana e Preshevës dhe Bujanovësit, ka që kanë ardhur në Ferizaj të jetojnë, dhe normalisht pastaj kjo po ngrit numrin e madh të qytetarëve të Ferizajt. Ju e dini që zyrtarisht ne jemi qyteti i tretë për nga numri i banorëve, mirë po me krenari themi që jemi qyteti i dytë për të ardhurat që i dërgojmë në këtë rast buxhetit të konsoliduar Kosovës, dhe kjo tregon dinamikën e madhe të Ferizaj që zhvillohet, jo vetëm nga aspekti i kulturës, sepse sot jemi të thirrur flasim vetëm për kulturë. Mirë po ju e dini që komuna e Ferizajt njihet sidomos edhe me zhvillimin e hofshëm të ekonomisë dhe bizneseve të Ferizajt, dhe tërë ky zhvillim është fal bizneseve që operojnë në Ferizaj, dhe pastaj normalisht ne jemi të obliguar domethënë të shërbejmë me profesionalizëm dhe me atë sa mundemi, në mënyrë që të gjitha pjesët e qytetit të Ferizajt, edhe për biznese, edhe për qytetarët e Ferizajt, të prekën ditët e kulturës, të prekin kulturën në përgjithësi gjatë të vitit. Mirë po ju dini fokusi kryesor i kulturës është teatri, dhe e përmenda ju rastisht edhe në fillim të intervistës që është festivali i teatrave, që ka një numër të jashtëzakonshëm që vinë, jo vetëm të Ferizajt, por nga tërë Republika e Kosovës dhe më gjerë, dhe salla është e vogël, por shpresojmë shumë që Ministria e Kulturës shumë shpejt do të vazhdojë me punimet që kemi tek qendra multifunksionale, sepse absorbimi është jashtëzakonisht i vogël të për numrin e madh që ka kërkesa për vizitorë. Zotri Marevsi, siç duket kemi shumë për të biseduar dhe për të treguar nga Ferizaj, por meqense jemi me kohë, është edicioni i lajmeve të orës 9, këtë përfund shkurt nëse ke diçka me shtu. Për fund ju falenderoj shumë, sepse vazhdueshëm televizioni publik ka ardhur për të ndjekur këto zhvillime të kulturës, sidomos Ferizaj, faleminderit shumë. Mirë po ju presim edhe një herë gjatë tërë javës së kulturës, mirë po jo nuk kemi vetëm ditët e kulturës, thashë një herë ne jemi komplet një vit i kulturës Ferizaj, dhe jeni të mirëseardhur si në shtëpinë tuaj. Faleminderit shumë dhe suksese, dhe shpresojmë të realizoni gjitha projektet që keni filluar dhe që të cilat ndoshta edhe janë afër përfundimit. Gjithsesi, unë thash që pandimin e qytetarëve nuk do të mund të arrijnë në përgjigje. Faleminderit shumë. Delfina, kjo ishte gjitha këtu nga qyteti Ferizajt, pra ditët e kulturës vazhdojnë të mbahen në këtë komunë. Për gjithë ata që duan ta ndjekin nga afër artin, mund ta bëjnë këtu në teatr, në shkollën e muzikës, edhe të gjitha aktivitetet, po besoj që mund t'i marrin informacionet për këto aktivitete edhe në rrjetet sociale, të gjithë ata që duan t'i ndjekin nga afër. Kaq nga Ferizaj, kaloj linjën për ju në studio.